krahasimet që i bëjnë disa prindër në shoqërinë tonë me periudhën si e kanë kaluar ata rinin, fëmijërinë e tyre, respekti, frika kushtimisht ndaj autoritetit të prindit, më nuk është. Edhe ata janë akoma në kërkim, gjë që ky evolimi i jetës për ditëshmërisë tonë ka bërë që sikur të na ikin këta fëmijët nga kontrolli. Pse po ndodh kjo? Gjithçka që them sot me ju është nga përvoja dhe nga ngjarjet reale që shprehen familjet, prindërit sidomos. Cili prind do kursente veten që mos jetë afër fëmijës kur ai ka nevojë. Çka po ndodh këtu? Aturën lidhëse të komunikimit, të bisedës së hapur, prindi nuk po e afron të fëmijën. Po e afron në formë të gabuar. Po e ofron përmes gjërave të shtrenjta.